Asalamu alaikum të dashur shikues. Ju e dini që jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe në këtë muaj ne mundohemi t'i kalojmë ato gjërat e këqija që i bëjmë gjatë vitit. Për shembull, siç ndëgjojmë muzikë, në këtë muaj mundohemi që të ndëgjojmë sa më shumë ilahi. Dhe sot në studio i kemi 3 fëmijë që shkojnë edhe në mejtep që do të ndajnë një ilahi të bukur me ne. Por njëherë do të prezentohemi. Si quhesh? Selam aleikum, unë jam Liria Voglić. Sa vjeç je? 13. Në cilin mejtep shkoni? Në mejtepin e Pashës. Shumë mirë. A ke dëshirë të mësosh gjëra të bukura për fe? Po. Shumë mirë, vazhdo me shokën. Selam aleikum. Unë quhem Omer Voglić, jam 18 vjeçar, shkoj në mejtepin e Pashës, siç ashtu edhe hoxha i shumë i mirë. Shumë mirë. A po të kalon mirë Ramazani? Po mirë. Bravo, shkon të ravi? Po. Okej, vazhdo me shokën. Selam aleikum, unë qëm Rejana Voglić. Sa vjeç je? Unë i kam 9 vjeç. Shumë mirë. A shkon edhe ti i njësoj në xhamit Pashës? Po. Shumë mirë. Të pëlqen, a ke agjëruar ndonjë ditë ka muaji i Ramazanit? Po. Bravo. Tani ju keni përgatitur një ilahi për ne. Po. Kush fillon mund të filloj. Ishte kome s'kamje, por je shumë e mirë, kur dinin e prisnim, e zanin me thirë. Kryqyt kaminarja, kush e i pari, kur ndezen kandilat, me than u bë iftari. Të gjithë ishim bashk, baba, vlla e motër, e prish një vesh nanën me ullë në sofer. Erdhi ai moment, etjen që ta shuj, me ba bismillah, me hum dhe me uj. Allah fale, Allah shtoje, fjallë ma të mira dalin prej goje. Sa mirë kaloj kjo dite Zotit, gjithë falënderimet i takojnë veç Zotit. Asa mirë ka jo kohë, durte e nani si iftar të u bë, zani i fmive, si kur birbrilat, kur thoshin krejtu, kallëm kandilat, plot musafir, iftare si fër, kur thoshin po vim, bashëm sheqer, e tash sumsene, kanë dal për dore, se janë këput lidhët fare fisnore, a dim se, na ka hup marja, se tash dashnia, po quhet parja, ja Allah, ty po drejtohem, po t'lutem këtë ditë, kur lutjet pranohen, në përpër të mirë si në kohën e vetër, se nuk di ma presim Ramazan tjetër, po Afrika piklip, let në vim fundi, se mshira jo të hidhrimin e mundi. Sa pak na që kishim, me sa t'lumë të rishim, e lidhjet i mbani, me t'bashkuar ishim, kur vend të jatësia, shkoni në xhami, i madhe i vogël, me fal të ravi. Era Ramazan, qytetit katunit, për namaz të natës, jetë të qinë e fundin, e bajramen zemën, a i si të praverën, po shkun vlau, do me ja qërë derën. Allah fale, Allah shtoje, fjallë ma të mira, dalin prej goje. Sa mirë kaloj kjo dite Zotit, gjithë falenderimet i takojnë veç Zotit. Allah fale, Allah shtoje, fjallë ma të mira, dalin prej goje. Sa mirë kaloj kjo dite Zotit, gjithë falenderimet i takojnë veç Zotit. Mashallah, shumë bukur në knoqa, edhe kjo është një ilahi shumë e bukur për muajin e Ramazanit. Faleminderit që davesh me ne, kurse ne shikues të dashur vazhdojmë të dëgjojmë edhe një ilahi dhe rikthehemi në studio me grupin tjetër. سطع المدينة صلى صلاته حلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته
سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان حسسني بالأمان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وأبكي على كتفك وأنام يا حبيب الله. وأنول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك. Shikues të dashur, përveç ilahive, në Ramazan kemi dëshirë të afrohemi më shumë me fen dhe të ndëgjojmë historia të pejgamberëve të ndryshëm dhe gjithashtu të ndëgjojmë edhe të mësojmë sa më shumë sure nga Kurani. Tani i kemi këtu në studio dy vajza të bukura që do të na mundsojnë të ndëgjojmë ato dy gjëra. Si quhesh? Unë quhem Ase Dervishi. Sa vjeç i ke Asja? I kam 11 vjeç. Në cilin mektep shkon? Shkoja për në mektepin e Xhamisë Pashës. Mashallah, shumë mirë. Asja, sa sure i din të nga Kurani? I di 2 gjuza. 2 gjuza, mashallah. Po cilën sure ke vendos të ndash sot me ne? Sot do të kam suren Ala. Mashallah, mund të fillosh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Mashallah, shumë mirë. Sa ka zgjatë me mësu këtë sura? Një javë ashtu. Shumë bukur, vazhdo me shoqen. Si quhesh? Inara Tafa. Inara, në cilin me i ta përshkante? Unë shkoj në xhamin e Pashës. Si po e kalon këtë Ramazan? Agjeron? Unë po e kaloj këtë Ramazan shumë bukur dhe po agjeroj çdo ditë. A shkon e teravih, Po shkoj. Shumë mirë. Çfarë ke dëshirë të ndosh sot me ne? Unë dëshiroj të ndaj historinë e profetit Ibrahim a.s. Mashallah, shumë mirë. Kush të ka mësuar ty këtë histori? Unë e kam mësuar vetë. Bravo, po a ke mësuar edhe në mejtap? Po. Shumë mirë, mund të fillosh. Në këtë histori, unë do t'ju kallëzoj me fjalët e veta. Populli dëshiroi të ta djegte Ibrahimin a.s. Ato hidhshin trutën tek zjarri dhe zjarri u bë aq i madh sa thoshin që populli nuk mund të afrohet pranë zjarrit dhe aq i lartë sa zogjet nuk mund të fluturoheshin mbi zjarrin. Ibrahimin a.s. e hedhën në zjarr me katapult. Duke rarë në zjarr, e pyeti meleku Xhibril çfarë dëshire ka. Ibrahimi a.s. mendoi me vete të ta shpëtoi nga zjarri. Por Ibrahimi a.s. tha që të jetë Allahu i kënaqur me ta. Kur ranë në zjarr, zjarri ishte i ftoftë. Vetëm i djegën litart me cilën ishte i lidhur. Dhe nuk i bërën Ibrahimit a.s. asnjë keq. Ibrahimi a.s. ulte në zjarr siç u kishte ulur në fush. Priste derisa të mbaroj zjarri dhe pastaj doli nga zjarri. Sikur s'kishte ndodhur asgjë. Disa nga idhujt thoshin që Zoti i Ibrahimit a.s. ishte Zoti i vërtet. Kjo ishte një pjesë nga historia jetës së Ibrahimit a.s. Ne e dim që kjo është një histori shumë e gjatë dhe shumë e bukur, kështu që faleminderit Inara. Ne pas pak rikthehemi në studio me grupin tjetër. Si që thame, ne sot kemi sjellë shumë fëmijë dhe vazhdojmë edhe me grupin e fundit që ta përmbyllim këtë emision. Si quhesh? Besart. Sa vjeç ke? 14. Në cilin mejtap shkon? Në xhamin e Pashës. Shumë mirë, si po kalon me Ramazan? Mirë. A ke agjeruar Ramazanin? Po. Shumë mirë, çka ke përgatitur sot të ndosh me ne? Unë kam përgatitur surën Salavatet. Shumë mirë, mund të fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salaitu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barekta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Shumë mirë. Mashallah, vazhdo me shokën. Si quhesh? Omer. Sa vjeç ke? 6. Çka ke përgatitur sot për ne? Alhamdulillah. Shumë mirë, mundesh me fillu. Udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Mashallah, shumë mirë, vazhdo me shokën. Si quhesh? Omer. Sa vjeç ke? 7.
Qa ke përgaditi sot për ne? Unë kam përgodit sopanikën. Mund është me fillu me thonë. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Se ke emrin të? Asja. Asja, me sa bukur je përgadit, kush të ka rregullu kaq bukur? Nana. Bravo. Sa vjeç i kete Asja? 6. Në cilin mektep shkan? Xhamit Pashës. Bravo, shumë mirë. Qa ke përgaditi sot për ne Asja? Letër kursin. Kush të ka mësuar, sepse ajo është jetë shumë i gjatë? Nana. Bravo, mund është fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shokun. أي فيها ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Vazhdo me shokun tjetër. Si quhesh? Ibrahim Karamanaka. Sa vjeç i ke Ibrahim? 6. Është kënë të në mejtap? Qa dhe me në thonë të sot ne? Tabbat yada. Mashallah, shumë mirë. Mund është mi fillu? Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ورمته من حطب في جبل من مسد. Mashallah, shumë mirë. Kur të ka mësu ty këtë sura? Hoxha, shumë mirë. A ke qefte më shkun me i tap? Bravo. Ne tani i pam që këto fëmijë dinë shumë sura të bukura dhe tani ne po përmbyllim këtë emision dhe ju themi assalamu alaikum. Assalamu alaikum.